Shqipëria ka arritur nivelin më të ulët historik të vrasjeve me dashje si rezultati i reformave të ndërmarra, forcimit të policisë së shtetit dhe investimeve në siguri. Janë këto të dhënat paraprake të raportit mbi kriminalitetin për 6 muajin e parë të vitit 2026, të cilat janë publikuar nga Ministri i Punëve të Brendshme Besfort Lamallari. Përmes një reagimi në rrjetet sociale, Lamallari thekson se grafiku krahasimor i vrasjeve me dashje nga viti 2005 deri në vitin 2026 dëshmon transformimin e thellë të parametrave të rendit dhe sigurisë në vend. Nga një mesatare për 49 vrasjesh me dashje në dekadën 2005-2014, sot kemi zbritur në vetëm 18 raste, në nivelet më të ulta historike, ndërkohë që mesatarja për dekadën e fundit është më shumë se përgjysmuar në 23.4 raste, thot Lamallari. Ministri nënvizon se këto rezultate nuk janë rastësi, por fruti i reformave të qeverisë shqiptare, mbështetjes së vazhdueshme për policinë e shtetit dhe vendosmërisë për të luftuar kriminalitetin. Duke folur për projektin Smart City, qendra e komandimit dhe kontrollit të cilit u hap një ditë më parë, Lamallari deklaron se integrimi i inteligjencës artificiale, kamerave inteligjente dhe sensorëve të avancuar për zbulimin e të shtënave me armëzjarri do të çojë vendin në një fazë të re të parandalimit dhe goditjes së krimit.